Pyetje. Kur ju është treguar kjo pjesë, ju jeni përgjithësi më poshtë. Përgjigje jo duhet të korrigjoj diçka, mua nuk më është treguar asnjëherë ky paragrafi i fundit. Atëherë, përgjigje që unë kam thënë kishte të bënte me paragrafin më përpara, vetëm aty ku lexohet që vetëm pas diktësh. Dhe unë do thoja që ishte përgjegjësi e imja, si komandant i përgjithshëm, që të isha i përgatitur për situata të parashikuara, për më të keqen, e thënë ndryshe. Pyetje. Ajo çfarë keni thënë në seancën përgatitore, përkon atë çfarë thatë tani, se që përgjegjësia juaj kryesore ishte që në qoftë se serbët do të përpiqeshin që të sulmonin përsëri Kosovën, ata do përgatiteshin ose do haseshin me një forcë të përgatitur të NATO-s. Dhe ju e kuptua që Miloševići ende kishte synime të këqija, malinje dhe nuk mendonit që një situatë e tillë ndoshta do të ishte e pamundur. Apo jo, përgjigje po. Pyetje, çfarë thatë, ma thoni edhe një herë, përgjigje po, kështu thash. Dhe sa për të thënë, për ta përfunduar deri këtu, ju keni thënë që generali Jackson ishte përgatitur për të trajtuar çdo gjë që mund të ndodhte. Dhe juve ju ishte thënë në përgjigje se në paragrafin e 3, siç thonë në këtë paragraf të 3 të kësaj situate, që kur serbët të vinin, unë do bëj çdo gjë të mundesha që të jepja fund luftës. Përgjigje. Mund të ketë qenë diçka që kam thënë, ndonjë gjë në të njëjtën, pak a shumë në të njëjtën linjë, megjithatë duhet të them që në fillim fare që për komandën e NATO-s ishte që ne do bënim ç'ishte mundur që t'ja dilim mban operacionin ton. Që në fillim fare unë kam zbatuar ato mësime që i kam nxjerr nga përvoja ime në Vietnam, nga përvoja ime ushtarake, nga planifikimi në Haiti, nga operacionet në Bosnjë dhe nga operacionet të tjera të ngjashme. Pyetje. Pjesa mandatit për këtë operacion ishte që të pengonit luftimet e reja, apo jo? Përgjigje, ma thonë dhe se nuk e kuptova pyetjen. Pyetje, pra pjesa mandatit tuaj ishte që operacionet të dilte me sukses. Përgjigje, për këtë operacion e keni fjalën. Pyetje, e kam fjalën për operacionin që përshkruam në pyetjen e mëparshme, pra për pranin ndërkombëtar të sigurisë në Kosovë. Të shohim dokumentin SPOE 00405847 deri në 00405880. Të transmetohet kjo në ekran. Në general, ju besoj që keni thënë në shumë dëshmi dhe ju kujtohet kjo, apo jo? Pra keni dhënë deklarata të shumta përpara Komitetit të Forcave të Armatosura të Senatit të Shteteve të Bashkuara në vitin 1999 dhe në vitin 2000. Është saktë kjo. Përgjigje, kjo më kujtohet. Siç mund ta shikoni dhe për këtë më tepër do doja që shikoni faqen SPOE 00405851. Kjo është njëra për deklaratave që ju keni dhënë më 1 korrik 1999. Pyetja që u bëjt juve në mes të faqes është që për sa kohë do të sjas forca ndërkombëtare në Kosovë. Dhe ju keni dhënë këtë përgjigje. Zoti kryetar nuk mendoj që në këtë kohë është e mundur që të jap një përgjigje përfundimtare për këtë pyetje. Më lejoni t'ju përshkruaj disa prej shqetësimeve të cilat lidhen me këtë temë. Së pari, nuk ka akoma një marrëveshje paqe në Kosovë. Ne jemi në një situatë armëpushime. Pra, kur jeni futur në Kosovë, nuk ishte situatë zgjidhur, nuk është se kishte ndonjë marrëveshje, po ishte thjesht një situatë ku ishte armëpushim apo jo. Përgjigje, kështu e shijon, kështu e kam përshkruar situatën. Pyetje, dhe nuk ka pasur një marrëveshje paqe deri nga mesi i shtatorit të 99-s apo jo. Përgjigje, po, teknikisht kjo është e saktë. Dhe në fakt deri në 2008 situata ka qenë ngjashme deri atë kur Kosova arriti pavarësinë e saj. Pyetje, në postin tuaj, në pozicion që kishit në SAKR, ju vazhdoni të ishte shqetësuar që generalet serb kërcënonin që të shkonin pra përsëri në Kosovë, të ktheheshin në Kosovë edhe pas shtatorit të 99-s. A është e saktë kjo? Përgjigja, unë vazhdoja që ishte shqetësuar për mundësinë e agresionit serb, jo vetëm në Kosovë, por në gjithë rajonin, dhe kishte një arsye për këtë. Pyetje.
Kur po flisnit dje për generalet serb që jepnin informata të rreme, që nuk donin që ta pranonin humbjen, ju ende ishte shqetësuar që ata mundej që të ktheheshin prap në Kosovë apo jo? Përgjigje, unë do ta formuloja kështu. Në qoftë se ti do më pyese mua që do ktheheshin ata në Kosovë, unë do thoja jo, por në qoftë se do më pyesnin se çfarë përgjegjësie kisha unë do t'ju përgjigjesha që përgjegjësia ime ishte që të sigurohesha që ata nuk do të vinin më në Kosovë. Dhe në kuadër përgjegjësive të mia është e rëndësishme që unë të kuptoja të gjitha rreziqet e mundshme që ekzistonin dhe të kisha një lloj plani dhe të ndaja shqetësimet e mia me komandantët që punonin për mi, përfshirë këtu dhe Mike Jacksonin. Pyetja nuk ju bëra këtë pyetje. Ju thash, a ekzistonte një shqetësim real i juaj që serbët mund të ktheheshin përsëri? Përgjigje, e di që nuk më bë të pyetje, po unë i dash shpjegime për të kuptuar se në çfarë drejtimi po shkon kjo bisedë. Ajo çfarë po përpiqem unë që të shpjegoj është pse i kam bërë deklaratën që kam bërë. Jo se vazhdonte të kishte gjendje lufte, po për shkak të mungesës së marrëveshjes dhe për shkak të informacionit të vazhdueshëm që unë merrja lidhur me deklaratat e serbëve, inatin e serbëve dhe fakti që Miloševići ishte një personazh i zgjuar dhe dinamik që kishte mënyra të shumta për të funksionuar. Kështu që nëse ti më kërkon që unë të bëj një gjykim 25 vite më pas, në qoftë se ka pas ndonjë lloj mundësie që Serbia të kthehej përsëri në Serbi, unë më them që sigurisht nuk kishte shans ai të kthehesh, do Serbia të kthehej në Kosovë. Dhe kur Mike Jackson e ka shkruar librin e vet me 10 ose 15 vite më pas, sigurisht që të gjithë e dinin që Serbia nuk u kthye më në Kosovë. Por ishte pjesë e përgjegjësive të mia si general që të merra të gjitha përgjegjësitë dhe të bëja të gjitha planifikimet e nevojshme në mënyrë të tillë që të sigurohesha që Serbia nuk do kthehej më. Se nëse do kisha vepruar ndryshe, atëherë kjo donte thoshte që nuk po ushtroja